Ndërtimin e sheshit në Fushë Kosovë qytetarët po e shohin të nevojshëm. Që s'ballë kur Allah, që s'ka ku dojnë as smija, as plesht, as kukun heq. Edhe më ka përqysë, më ka përqy kërqysh. Vanua shumë. Nga opozita në Fushë Kosovë akuzojnë komunën se vazhdimisht kanë dhënë premtime për sheshin e deri me tani nuk është bërë asgjë në këtë pjesë. Sojmë për ata kanë premtime të tilla, po në realisht në praktik nuk ka diçka të mirë në qytetarëve. E as për sheshin cilin ata po e premtojnë. Nuk kanë punu që 20 vjetë, asë një shesh, edhe 20 tjera dhe 4 sa dush me dhonë, ata nuk e bojnë, ata janë vetëm fjallë. Sipas nën kryetarit të komunës, Besnik Osmanit, qytetarët e Fushë Kosovës do të bëhen me shesh pas kalimit të planit zhvillimor komunal, i cili është në procedura dhe se sheshi sipas tij pritet të jetë në rrugën kryesore Nën Tereza. Komuna e Fushë Kosovës është të punu në planin zhvillimor komunal, e cila për pak ditë do të jetë në diskutim publik dhe njëra nga opsionet e mundshme që po shqyrtohet në mënyrë serioze është që sheshi, shëndetoria kryesore e qytetit e Fushë Kosovës, tashmë që po zhvillohet në krahun tjetër, do të jetë rruga Nën Terezë. Është rruga kryesore që ndon dy pjesët e qytetit, vazhdon që nga dalja Prishtinës në drejtim të stacionit e Kurudhor, stacionit kryesor e Kurudhor, dhe armja e qytetit e Fushë Kosovës sa i përket shëndetorës kryesore do të jetë në Nën Terezë. Në rrugën Dardania, e cila ishte konsideruar si një mundësi për sheshin e qytetit, nga komuna thonë se janë duke zhvilluar projekte konkrete, duke investuar në gjelbrim dhe në zgjerimin e trotuareve, kjo sipas tyre për të krijuar hapësira sa më të mëdha të lëvizjes së këmbësorëve.